shikoni kush vjen, po është ajo Prudence Petit Pa. Me maqokun bukurosh, keq për si ti ndjekim bashk. Hejti, Prudence Petit Pa, të gjithë ne me ty, gjithmonë jemi bashk. Elliot, Jojo dhe komisar, zburimet më dha bëjmë bashk. Është nat apo është dit, unë nuk pyes për asgjë. E di se gjithmonë nga mbrapa ka motrat beshamel. Heju, zoti komisar, prangat bëj gati u zgjidh një mister. Të gjitha këto zhvillohen në Musheron, dhe kështu na argëton. Fshati i vogël Musheron është i vendosur në zemër të gjelbërimit mes një pejzazhi shumë të bukur dhe të qetë. Aty çdo vit, shumë zoj shtektar vinë të ngrenë folet e tyre. Ardhja e tyre është një ngjarje që të gjithë e presin me padurim. Dhe çdo vit, çështja kryesore është se kush do t'i dallojë ata i pari. Jojoja dhe grupi i tij po rrinë në gatishmëri. Por me sa duket këtë vit zo ishte mrekullueshëm, po lozin ku ka fsheti. A e pe, Jojo? E po, jo, ende asgjë. O, sa po banoj. Ndoshta... Erdhën, po! Erdhën! Erdhën? Ej, ani, shpejt pas meje! Zoj erdhën! Dilni shpejt se zoj erdhën! Hajde gjuat, komisar! La! Komisar, hajde gjuat! Çfarë? Kush? La! Zoj erdhën! Ato erdhën! Dilni shpejt se zoj erdhën! Zoj erdhën! Dilni shpejt se zoj erdhën! Eqim edhe këtë. Jo, këto nuk duhet edhe këtë kapelen. Mos, kapelen time Ja edhe këta rushin. Po. Ja të gjitha Kam këto shumë i bëshatisëm, nuk kemi më gjëra të tjera. Era shka e ballosime të parë. Këtë jo, Çfarë kujtimesh. Ej, sharmantë të kthyen, ne i bëm vetë me këta dy sy. Zoj erdhën! Atëherë, motrat e mia, eja më ndiqni mua. Mirë, mjafton t'i japim një furçë dhe dhoma do dal pa diskutim, njësoj si e re. Ata erdhën! Zoj erdhën! Zonja Prudence! Zonja Prudence! Kujdes se më trëmbët fëmi. Dhe bukuroshi i migjor. Zonja Prudence, duhet të dalim me njerë, zoj që të kthyen! Mrekulli. Mendoj se edhe ndonjë nga sharmantët duhet i keni parë. Po, dy, ata janë shumë të bukur. Po ju, a do vini ju lutem me ne zonja Prudence? Me knajsi, Jozefi vogël. Sa po ti dhe miqtë e tu të më ndihmoni të rregullojmë dhomën. Pa tjetër, me knajsi. Faleminderit, Djema. Me njëherë zonja Prudence. Me Ailini, ne në dorë. Ju lum, Djema. Vajza, e janë i bashku lajmë bukuroshin. Dhe tani leti hym punës, Djema. Ti lëm djem të qetë. Ti bëjnë këto punë. Edhe pak. Juhu! Kujdes! Sa keq. Atëhere, Djema, si po ju hecën puna? Tani... Penda ime. Më falë, zonja Prudence. Ishte një dhurat nga nxënësit e mi.
Ata ma dhuruan ditën e fundit të shkollës. Po mos u shqetësoni, nuk është aq e rëndësishme, vërtet. Më falni. Unë e bëra pa dashje. Do t'ju gjej një tjetër shumë më të bukur. Hey, shikoni! Ja ku janë sharmantët! Jemi shumë me fat që këta zoq kthehen çdo vit këtu. Po pyes veten, pse këtë vit kanë ardhur vetëm 2? Kjo sepse ato janë një specie në rrezik. Në rrezik? Po, në rrezik. Do me thënë specie në shtukje. Në rrezik, do me thënë në shtukje. Vërtet shumë e rëndë. Ne jemi antar të miqve me pend pa kufi sos. Je xheloze për misionin? Kjo me pak fjalë do të thot zonë e mbrojtur. Ta themi hapur. Nuk dua që këta shokët e tu të vegjël të duken këtej pari. Dhe Të mos e përsërisi ma? A e kuptove çfarë tham? oh, edhe ti gjithashtu Prudence. Mos hajde këtej të na mërzitësh të vegjëlit tan. Gjithashtu duhet ta dini se çifti nuk duhet shqetësuar gjatë periudhës kur ndërton folen. Sa keq. Do kisha dashur t'i shikoja më nga afër, sepse ata kanë pend jashtëzakonisht të bukura. Të shkëlqyera. Hej, çfarë po ndodh Pika këtu? ndej. Është duku ti? Prudence, na hish me njëherë prej këtu atë grabit qarin tënd, ose do të futesh në telashe. Ik ti andej, mos mu afro, largo. Oh, kafshë Eja keqe. bukurosh. Ikni të gjithë dhe na lini rahat. Oh, Eja Mari, me katë veti veshje Josef. të përkëm. Çfarë bëjnë këta Të këtu? ishte për mua do të i ndaloja që atje në fund Sa kodrës. mirë që hikëm vetë, se do t'i përsia unë. A sa mirë ja bëre, Mari. Që fëmi të pajtë të buar. Forca hanë, shpejt, je pa ashtu. Ja, Oh, Edhe beshameli është më i rrezikshëm për këta zoq se që je ti bukurosh. oh, kujdes, se na e mori era. Na shkuri pare. fortuna hiqë në jadra. Baba një vëti, tërhiqe. Mirë pafshim, zonja Prudence. Sa e mirë që është ajo zonja Prudence. Do të shihemi prap. E po unë nuk do t'ikin në shtëpi. Do t'ikit marrë një nga ato bendet e sharmanteve për zonjën Prudence. Ati janë motrat dhe shamel. Sepse nuk kam frikë as nga kodra dhe as nga ato 3 grindavecet e mdhaja. Sharmante, sa të mërshme. Kush? Ku janë charmantët? Kush i ka marrë? Hej, djema! Shikoni, po tani, çfarë mendoni për këta? Shke këtu, more, Shura vresmare, mistreci Më keq. lëshoni! Ti sulmove vogëlushet tona të dashura vetëm për t'ju marrë pendet? Po nuk kam bërë asgjë, Çe gaboheni! begojen? Ne të kapëm në flagrancë. U shkatërrua dhe çerdhja e zogjve të shkret, ndërsa zogjt janë shtukur. Nuk e bëra unë. Kjo benda kishte ngecur tek një shkure afër çerdhes së tyre. Nuk i kam prekur unë bebet tuaja, duhet të më besoni. Ne të besojmë, Xhoxho.
Po përse duhet I bëja keq atyre zogjve të mrekullueshëm për një pend koti? Jo, e pranoj vet, e shihni edhe ju. Tani do shkojmë drejt në polici. Po tani do të më lëshoni, edhe s'keni pse shkoni fare në polici. Kape se ikën ai. Vërtet mendon se duhet të zgjedhim një kryetar tjetër? Nuk e di. Po vërtet duhet zgjedhim një tjetër? E vërtet, jemi treguar pak të hashpër. Ne duhet ta mbronim Jojo. Jam I sigurt që është I pafajshëm. Çfarë? është? Oh, Lantomir, un po iki për gjithmonë. Në shkruar nga Jojo. Jojo ka ikur? Për gjithmonë? Jojo. Është vetëm faji ynë, vetëm faji ynë. Vetëm ajo mund të na ndihmoj. Më ndiqni. Erdha. Po? Nuk kemi treguar të mirë me Jojon. Tani se dim se ku është. Tani e janë I brenda, mirë se vini. Ndoshta nuk do të kthehet. Po ku? Më mirë hyni brenda. Hyni. Dhe jam e sigurt që dhe ju doni pak kek. Jojo! Përshëndetje. Jemi shumë të lumtur që të shikojmë prap Jojo. Do të vazhdosh që të jesh prap komandanti jon? Ti gjithmonë je më I miri. Më thuaj pak. A vazhdon të jesh ende I uritur? Po shumë mirë, tani nuk jam më. E po mirë. Nuk e ka fajin ai. E binda unë Jojon të rinte këtu. Se ato motrat beshamel si gjithmonë e akuzuan pa I dhënë të drejtë të mbrohej. E më mirë shkojmë ta zbulojmë vetë këtë gjë. Dhe ju jap fjalën e Prudencës që do zbuloj gjithçka dhe do t'ju tregojmë të gjithëve që Jojoja është I pafajshëm në gjithë këtë histori. Por Ndërkohë ti Jojo do bëje mirë të rije këtu për momentin. Kështu është më mirë, sepse motrat beshamel do jenë duke të kërkuar, ndërsa ju të tjerët shkoni lajmëroni Eliotin. Takimi tek fara e gjelbërt. Mos u mërzi Jojo, do të gjejmë fajtorin. Nga kjo fole nuk marrim dot asnjë të dhënë. Ushtar Eliotin në shërbimin tuaj, Prudence. O, Eliot, faleminderit për shërbimin që po na bën. Në shërbimin tuaj, Prudence e dashur. Kur na duhet të gjejmë diçka, ne e gjejmë patjetër. Me qëra fjala, çfarë jeni duke kërkuar? Ah, po. Çdo gjë që mund të na tregoj se kush e ka bërë këtë gjë. Pa të shohim pak tej. Opla. Pa shiko. A gjete gjë këtu? Shikoj pak ato gjurmët në tokë, Eliot. Kam gjiganti janë ato? Gjiganti? Nuk ma merr mendja me rushja ime. Gjurmët janë shumë të mëdha për të qenë të Jojos ose të motrave beshamel. S'ka dyshim, nuk janë të Jojos. Dikush ka ardhur pas Jojos dhe ai e ka këmbën shumë të madhe. Tani them se jemi në rrugën e duhur. Misioni Këmbëmadhi. Duhet të kontrollojmë në të gjithë fshatin. Të gjejmë kush e ka këmbën ose këpucën kaq të madhe. Si urdhëron. Si urdhëron. Oh, jo, nuk janë këto. E po kam frikë se po dështojmë krejtësisht. Ky hetim po na mërzit dhe nuk po na çon asgjë kundi.
Po ti, Eliot, ke ndonjë ide? Unë ja. Sonja Prudence, më duke se janë duke na ndjekur. Po na ndjekin? Po kush? Shiko. Më dëgjoni. Frenku, Devi dhe Marlena nga kjo anë. Mari, Josef dhe Zhul nga ana tjetër. U nisëm. Bukurosh, ktheu këtu. Hik, mos më afro. Largo. Sa i çuditshëm je Bukurosh. Mirë pra, po dorëzohem vetë se s'kam Gjoxho? ç'bëj. Po unë e kisha një qëllim që të thash të rish në shtëpi. Po çfarë bën aty? A nuk të thash të mos dilje nga shtëpia? Po unë u mërzita shumë. A nuk të duket e çuditshme kjo gjë, Prudence? Po tani çfarë ka, Eliot? Në këtë stin të vitit taraca e lokalit është gjithmonë plot. Ku kanë shkuar klientat? E çuditshme. Kanë shkuar të gjithë tek Pëllumbiart, një restorant i ri me mish zogu që është hapur tani në Musheron. Byreku me vezë që bëjnë ata është një sukses i vërtet. Prandaj unë s'kam asnjë Ata klient. bëkan byrek me vezë, Si thua, Prudence, ky breka do t'jetë i shishëm? Eliot, më duket se duhet të shkojmë t'i hedhim një sy. Fëmi, dëgjoni, tani do të veprojmë kështu. Mos u trëmni. Ne jemi inspektorët e higjienës dhe kemi ardhur të kontrollojmë për standardet e higjienës, si për çdo restorant të ri. Inspektorët, po sigurisht, patjetër. Jam i lumtur që po ju takoj, inspektore. Në restorantin tim do t'jeni të mirëpritur gjithmonë. Është këtej, më ndiqni. Dhe hop. Bukur. Ja, rrini si në shtëpinë tuaj. Siç mund ta shikoni, inspektor të dashur, çdo gjë në restorantin tonë është në kulmin e pastërtisë. Ndërsa ushqimet tona janë të freskëta dhe të cilësisë së lartë. Ndërsa këtej është zoma frigoriferike. E jeni voglushe, e keni ju radhën. Buburec! Sa e të mërshme, buburec! Bubureca? Në kuzhinën time? Kjo është e pamundur. Çfarë i quani ju këto? Mos! Ndaloni! Jo! Shpejt, kapini! Shtëpi! Kapini! Shtëpi, jemi! Funksionoj! Shtëpi! Është në gjithë! Shtëpi! Shpejt! Kape! Kujdes se mos thyen. Nxitoni dhe drejten komisariat, ë? 1, 2, 4, ika! Mbaroj. Çfarë po ndodh këtu? Nëse ti je inspektor, unë atëherë jam një Duart goril. lart, more madhosh. Hajde, Eliot, inspektimi mbaroj. Hej, mas u nxitoni. Edhe pak edhe arrita. Ju tham që nuk ikni dot nga ne. Të kapëm kësaj here mërë fëmi huligan. Jo, po gaboheni, duhet të kapni shefin e pëllumbit të artë. Mos na din nga tema. Ja, shikojeni vetë ju se ç'kan gjetur në kuzhinën e tij Prudenca me Eliotin. Ves të zogut Sharman do të njihja dhe me
i mbyllur, si që thoshte edhe babai ynë general. Gati për sulm! Gati për sulm! Gati për sulm! Ja u rregullojnë e qefi tani. Gati për sulm! Hajde, me domate, quajni! Edhe këta ti, hapa këtu! Mjaft tani, ku janë sharmantet tona? Ku i vajo sinjora Charmante? Të lutem, po unë jam. Po e kam për unë. Unë i kam vjedhur zoqt. Po ja u them unë, po do të bëj çfarë të doni, veç mos më lini në dorën e këtyre të trejave. Shikoni pak këtu ku i kanë futur. Po ju më kuptoni. Shija ishte e mrekullueshme, më e mirë se trofta ose se edhe vetë havjari. E kupton se Si çfarë nuk dua të të vjen them. turp nga vetja. Fal zogjve, restoranti yt u kthye në një minjer ari të vërtet, me byrekun tënd të famshëm. Por më parë, ti e dije se këta zogjë të gjorë bëjnë shumë vezë gjatë sezonit të çiftëzimit. Qetësoni, Sonja, ju lutem. Gati për sulm! Jam e sfilitur. Të vrapoj pas njerëzve nuk është më për moshën time, por gjithsesi unë vazhdoj të ndihem energjike. E tani kush do kek me Boronica? Tregove shumë me zonja Prudence. Shumë faleminderit. Po edhe ti, Eliot, nuk ishe e keq, ë? Përshëndetje të gjithëve. Dhe ja, urdhëro, kjo është vetëm për ju, zonja Prudence. Gjo. Për mua? Faleminderit. Kjo është e mrekullueshme. Po, ku e more këtë, Rashka ime, pa shikoni pak, kush ka guxuar të marrë puplën e rashkës sime?